Hajde më mirë te faturisi. Te faturina. Te faturisi, te faturinua çaj ka. Po ti sypën autobus çfarë do? Çfarë lidhje? Po jo më rrit çmimet e biletave për Kamës. Ta pjesë mirë, çfarë bëhet? Po, ta pjesën ta. Ora më duket se marr policin telefonin. O shoku zoti, se jam mësuar me ata. Po bra. O zoti faturisie. Si keni? A je mirë herë së fillim? Jo, mirë faleminderit, duke qenë se u ndrun dhe këto u rrit çmimi i biletës apo pra, se për këtë, disa ankesa kemi pat nga qytetarët e burr, ç'a bëjnë këta, na rropën është bërë Kamës më shtrenjtë se djetosh Tirane. Ç'a është kjo? Është gabim aty visa, si nuk ka lidhje me thënë se do thot një lloj shërbimi, nuk do ketë më faturinë gjana. Si do ketë faturino? Ne jemi me stewardess. Si stewardess. Stewardess autobus, mos afol kallë. E di si do jetë shërbimi. Do i përshtim qendër. Do i kesh në Kamës. Do hypim sa të hypni ju të gjithë aty, te një mrapa domethënë. Do themën ju lutem udhëtar. Keni dalë të emergjencës këtej. Keni këtej. Po radhë në det do hapen ato komertare. Nuk e ku bin det se sikim dhe në Durrës ne. Po dalë emergjencës është nga dritarja e bjes aty, s'ka dalë emergjencë për ne sa. Po pirt. Po çfarë sa në ditë? Po sa kemo? Ne na stewardesa të shihmë s'la nga tara. Shiko këtu mirë ju ka vajt mendja se ka gjë aksidente me autobusa, duhen ato ta dish nga dalë. Po nga dritarja nesër. Shtat ball shoferi. Pa fix. Tama. Oj çfarë ti? Ore nuk është rrit çmimi ka në 4 ditë. Ka shku 500 lekë bileta, ka ushqim mrena. Ushqim mrena ke 500 lekë bileta? Po, jo. Po si u dele sape? Jo. Nuk është mrena biletës, po tash do ikësh ti nga Tirana deri në Kamës. Po. Deri ke kthesa Kamës, do ngelesh aty në trafik. Po. Edhe unë i them aty ne. Merci. Merci. Që do me hangër ti? Dhe dhe i nej backroads me patate, u këtë gjënë. Po, shë në patë ja me këtë gjënë që janë, dhe hiki ja marrë në lekët, me jep 1000 lekëshin, ti kita marrë backroadsin këta makinë, aty diku, aty. Vete i blenë ore, kështu bën delivery. Pa pret, tash mos kishit kuzhinë autobuset, gatuan. Po që kuzhinë autobuset, po hale në autobus. Edhe me qëra lati kemi dhe banjë, shërbim dhe këto banje domethënë. Keni bë banjo më janë autobuse? Jo. Jo më janë autobus, po domethënë kur ngelet në trafik. E ke parasysh kur është ajo kthesa ke gazetari aty? Po, aty është lemsh. Po, do 2 orë, po. Aty ku ngelet aty nxep mund t'i futesh diku me në lokal aty. Ama mos ja fut. Ama servesh to shërbime tani, pra ne keni ngret çmimin, ç'është kjo? Ç'a do ti ta mbash deri në Tiranë, vdesësh? Ç'e të bësh ti me ti got? Si ka pasën der Chileja, ka pasën mos e maj. Kush është Arqili? Po ka qenë doktor. Ai popullori, ne. Po më keni po ne shërbim tjetër apo? Ç'a do më me 500 lekë? Shërbimet e tjera herë si fillim nuk do pret më bileta kështu, bileta që të hypesh në autobus ti, do marrësh biletën aty. Bileta bëne, s'ka më kështu. Do të bësh gjitha online. Online. Ska më. Po me check-in, e keni me check-in, po check-in i bëhet ke sheshi Skënderbej, ke 15 kaç. E ish gropa aty. Mund ta zë kisha aty. Do bësh biletën ti zën, do me ik në 10 orë ti në Kamës? Po. E për biletë që sot. Po, se edhe çmimet aty. 2 nëntor, 2 nëntor sa është. Po, jo, me prenotime o zot. Ne kanë thënë se kush e di deri në 10 orë aty do vë 10000 lekë bileta. Ore nga 500 lekë bileta, për shembull me prem në 10 orë. Mund shkoj diku ke 4-5000 lekë, 6000 lekë. Varet, se ka dhe dundje. E ke parasysh? Ka njerëz që vinë emigrantët do burr? Po normalisht kthehen gjithë tiranësit kthehen Kamës. Çfarë, urdhë? Mirë Fatorino, çfarë themi ne? Hajde. Mirë Fatorino, mirë stewardess tuaj Fatorino. Po fal. Është mirë keq, po